Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak këtë ngjarjen e madhe që në fakt na tronditi të gjithëve. Unë e kam thënë edhe më herët që familja mund të jetë problemi serioz ajo që ka ndaluar Mateon edhe Brikenën për të vazhduar përpara. Tani mua më vjen shumë keq për babain e Mateo e Brikenës që u bë pjesë e kësaj historie. E pash Mateo që kishte qenë shumë i kërcënuar sepse derisa fliste dhe i tha është e goja, domethënë ka patur shumë presion nga familja e Brikenës. Nuk është se kishte ndodhur ndonjë gjë e madhe, domethënë ç'të keq që kanë nëse një çift takohen, e puthin njëri tjetrin, i japin përqime, i japin dashuri, i japin ngrohtësi, ç'të keq që ka aty. Por siç duket Brikena këtë pjesën e ka shumë problem. Mateo tha versionin e tij, është një version i besueshëm. Do me thënë, në këtë mes unë e shoh një Briken e cila ka patur qejf të jetë me Mateon, ka qejf të jetë me Mateon edhe tani, sepse po ta shikoni me vëmendje, kur Mateo është në një cep të dhomës apo është jashtë, apo janë të dy në të njëjtin kënd, Brikena është ajo që në fakt e shikon me bishtat e syrit Mateon, e shikon se çfarë ai vepron, çfarë ai bën, domethënë ka një lloj përqyeshmërie. Tani, nuk e di domethënë kjo familja pse duhet ta ruan kaq Brikenën, a e kanë lënë që të futet në Big Brother, por gjithsesi unë uroj me zemër që kjo dashuri të jetë pjesë e këtij formatit. Uroj që sonte Mateo të mos del, edhe pse e besoj që Mateo nuk del, nga që do shohim se si do vazhdojnë gjërat, por në qoftë se Brikena e merr vesh të vërtetën, atëherë di bie që do ndodhen mes atyre të dyve gjëma më e madhe. Do me thënë, me aq sa unë e kuptova, familja e kishte kërcënuar Mateon. Jetojmë në vitin 2026, këto probleme nuk duhet të ndodhin. Unë uroj me zemër që Mateo të mos të ketë probleme pas kësaj, sepse të flasësh një të vërtet të këtill, do me thënë është një vërtet e hidhur për atë familje, por gjithsesi mendoj që edhe Brikena duhet të jetë pak më korrekte. Tani ne nuk duhet pse të lutemi që Mateo të del nga shtëpia. Mateo le të vazhdon lojën e vet, është djalë i mrekullueshëm dhe mendoj që Mateo me natyrën e tij i duhet formacionit Big Brother, ndërsa Brikena do kisha dashur që të pak më e sinqert, për faktin sepse nuk ka asnjë gjë të keqe të kesh të dashur, nuk ka asnjë gjë të keqe të kesh ndjenja për një mashkull.